Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë me ju ngjarjet edhe dinamikat më të forta që ndodhin brënda shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Nata e mbrëmshme solli pranesh një dinamik që në fakt nuk e duar trokas. Një dinamik që nxori disa fjalë të pahishme, disa fjalë jo të bukura nga goja e Gimbos. Ditën e sotme i thëritur në dhomën e rrëfimit, Miri ishte i prekur jashtëzakonisht shumë nga fjalori që ka përdor Gimbo me të. Me patjetër që në asnjë mënyrë nuk do ta mbështesë fjalën pedofil. Është një fjalë e cila u përdor mbrëm nga goja e Gimbos kundër drejt Mirit. Tani, në qoftë se Miri ka patur një moment me Selin, Selin nuk është një vajzë që është 13 vjeç, 14 vjeç dhe Miri të merr epitete të tilla. Selin është një vajzë e cila është në vite të mirë konsiderueshme, di të bëj vetë kontrollin e vetes së saj. E kam thënë edhe një herë, nuk është afruar afër Mirit me pa dëshirën e saj, është afruar afër Mirit me dëshirën e saj. Dhe nuk mundemi të gjithë fajin me Selinës edhe Mirit t'ja lëm Mirit. Do me thënë, unë kam kërkuar dhe uroj që opinionistët të veprojnë në këtë formën, le të pyesin një herë edhe Selinën se çfarë ndjen ajo për Mirin dhe le të flasin për atë afrimitetin që Selina krijoi me Mirin dhe atë ndjeshmërinë e bukur që ajo mundoheshte ta jeton duke qenur pranë Mirit. Nuk është fajtor këtu vetëm Miri për atë gjën që ato të dy e kanë ndërtuar, e para. E dyta, nga ku erdhi gjithë ky mlef, nga ku erdhi gjithë ky inat, nga ku erdhi e gjithë kjo gjuhë e Gimbos, që realisht Gimbo nuk e ka këtë lloj kulture. Në të gjitha debatet, tani të jemi të sinqert, që ka ndodhur brenda në shtëpinë e Big Brotherit, Gimbo ka qenë banori i cili ka përdor një kulturë të jashtëzakonshme. Ka qenë i kontrolluar në fjalorin e tij, nuk ka qenë njeri që ka ofenduar deri në pika sa nuk mbahet banorët, gjithmonë do me thënë fjalët që janë thënë nga ana e Gimbos, diskutime që janë bërë nga ana e Gimbos, kanë qenë në kuadër të lojës, nuk kanë dalur përtej saj. Në qoftë se Gimbo Mirit ja ka përmend të vajzën e tij, bashkëshorten e tij, unë them që për këtë gjë Miri është vetë fajtor sepse veprimet e Mirit, qëndrimet e Mirit, situatat që Miri i krijoi brenda kësaj shtëpie, e sollën punën që vajza e Mirit, fatkeqësisht edhe bashkëshortja e Mirit, të bëhen pjesë e spektaklit të Big Brotherit, do me thënë të bëhen pjesë e thashë themeve, të bëhen pjesë e fjalëve edhe e dinamikave që ndodhin brenda asaj shtëpie. Unë e shoh që Miri ka një lloj xhelozie të hapur drejt Gimbo, sepse deri në momentin kur Gimbo qëndronte afër Selinës si shok, kur Miri kishte afrimitet me Selinën, Miri nuk e xhelozonte Gimbon. Ai ndoshta shpirtërisht në zemrën e tij e ka xhelozuar, por që ta publikon xhelozinë e tij nuk e bënte sepse nuk kishte frikë ndoshta se mos do të komentohet për të keq, mos do të flitet për të keq, mos vallë vetë, do me thënë, banorët do ta përdorin këtë faktin pse ti nuk e toleron Selinën që të jetë e lirë brenda kësaj shtëpie. Por që në momentin kur Selina i dha vit të kuqe marrëdhënies së saj me Mirin, Miri filloi që të jetë xhelos kundër drejt Gimbos, do me thënë filloi që ta gjuan me fjalë, filloi që të shprehet me fjalët më të pista. Tani në këtë debatin që ndodhi mbrëm, është një debat i cili vazhdohet që në prajmin e kaluar kur Gimbo u ngrit në këmbë dhe i tha që ti nuk ke guximin ta pranosh të vërtetën e madhe edhe të thuash që unë kam ndjenja për Selinën dhe atë që unë kam ndërtuar me Selinën nuk ka qenë në kuadër të një afërsie mes një babait edhe një vajzës. Derisa edhe vetë Selin
e ironizon këtë gjën duke e përdorur si tip shakaje, sepse ditën e sotme teksa Gimbo e puthte në faqe Selinën, Selina i tha që mos më puth me shumë zë, se mund të nda dëgjoj babi Miri edhe mund të na vi këtu te kuzhina. Unë mendoj që pa marrë parasysh që Miri është ofenduar, por Miri është një nga banorët që ka përdorur fjalët më të ulta dhe më të pista brenda asaj shtëpie, nuk është një banor që duhet të lëndohet kaq shumë nëse nuk do kishte përdorur asnjë fjalë. Unë mendoj që Miri, Rogerti janë dy banorë që nuk duhet të lëndohen nga fjalët e këqija, në qoftë se banorët e tjerë ua thon, sepse vetë ato janë banorë të cilët kanë përdorur fjalë nga më të tmerrshmet, denigrime nga më të rënda, domethënë se çfarë ju ka ardhur për gojë, ju kanë thënë banorëve të tjerë. Ajo që tjetër gjëja që unë mendoj në këtë analizën që unë po bëj, domethënë nga ku erdhi e gjithë kjo zënk mes Mirit edhe Gimbos, unë mendoj që Gimbo nuk e ka faktin vetëm tek Selina, sepse Gimbo arriti që ta ketë Selinën në krah të tij. Ai ndan gjithë ditën, gjithë kohën e ndan me Selinën, i ndan të gjitha momentet me Selinën. Domethënë Selina është pjesë e përditshmërisë së tij. Ai më tash e ka marrë krejtësisht nga Miri Selinën, por mendoj që ishin dhe këto fjalët që 2 net përpara apo 3 net ju than Shëndritit, miku të afërt të Gimbos, janë bërë mik brenda kësaj shtëpie, domethënë do të vras, do të mbys, do të therr. Këto gjëra Miri nuk i mendon që i thot, edhe domethënë mendoj që e gjitha ajo energjia që ishte mbledhur Gimbos e nxori tek fakti i fjalës që e përdori, që realisht nuk është një fjalë e bukur që të përdoret në formate të tilla. Tani unë luftën mes Gimbos edhe Mirit e shoh derisa Gimbo do të jetë në shtëpi. Gimbo, si më thën, ka hapur portat për t'u ballafaquar me Mirin. Miri do të ballafaqohet, por nuk është se ka ndihmën e banorëve të tjerë, është i vetëm tashmë në lojë, nuk e ka Selinën që t'i del sipër, që Selina luftonte për ta mbrojtur dhe Miri bërtiste në përprajme vetëm në momentin kur e kishte Selinën afër dhe Selina ishte e goca që ngriheshte mbi zërin e Mirit, dhe mendoj tani që është i vetëm, e vetmja armë që Miri të jetë pak më, si më thënë, më i dhimbsur tek publiku është ky fenomeni që të shkon në dhomën e rrëfimit edhe të qahet në një farë mënyre, sepse i ka thënë një fjalë e cila nuk është e tolerueshme dhe prandaj unë nuk e përdor. Mendoj që kjo gjëja do të diskutohet se pasi u përhap domethënë në rrjetet sociale dhe u fol si tematik, do diskutohet në prajmin e radhës. Terme të këtilla brenda shtëpisë nuk duhet përdorur, sepse ne nuk kemi të bëjmë me një moshë e cila është 9-18 vjeç dhe kjo mosha 9-18 vjeç ka të bën me një burr 46 vjeç, domethënë kemi të bëjmë me banorë të cilët kanë hyrë me vetëdijen e tyre, bëjnë çdo gjë me vetëdijen e tyre edhe bëjnë çdo gjë në kuadër të interesit të tyre. Unë mendoj që Miri i ka ato emocionet, ndjesitë në shpirtin e tij që nuk mund ta pranon dot realitetin, dhe të mos të pranuarit të realitetit në të cilin ai ndodhet aktualisht e çon Mirin që të merr domethënë veprime të këtilla që të ketë goditje të ashpra me banorët e tjerë. Por që Miri dhe Gimbo janë kthyer armiq, kjo është e padiskutueshme.